Rrëshqitjet masive të dheut në segmentin e njohur si arrat e gurës kanë bërë të pakalueshëm aksin Prenjas-Librazhd. Një pjesë e madhe e asfaltit është zhvendosur, ndërsa trupi i rrugës duket sikur ka vendosur të bëjë pushim të paplanifikuar. Edhe sot, rruga mbetet e bllokuar, dhe jo vetëm për automjetet. Jo, as këmbësorët nuk guxojnë të kalojnë, pasi çdo hap mund të jetë i fundit në këtë aks modern shqiptar. Autoritetet paralajmëruan rihapjen e rrugës në mesditë, por duket se toka ka vendosur ndryshe. Banorët e zonës janë izoluar, pa energji elektrike, dhe me pyetjen e vetme: a do ta shohin rrugën sërish këtë vit? Situata risjell ndërmend disa përparësi të qeverisë dhe të ministres së infrastrukturës, Belinda Balluku, e cila na ka mësuar se tenderat bëhen shpejt, por rrugët shpesh nuk e durojnë as vitin e parë. Ndërkohë që inaugurimet janë spektakolare dhe foto oportunitete publike nuk mungojnë, realiteti i rrugëve shqiptare është më i thjeshtë. Toka lëviz, asfaltet shkatrohen dhe qytetarët paguajnë faturën. Segmenti Prenjas-Librazhd mbetet i mbyllur për të gjithë, ndërsa presim duket se rrëshqitjet e tokës janë versioni i natyrës për kontroll cilësie mbi punën e ndërtuar në dorë.